Gjesti kërcënon Laertin. Shtëpia e Big Brother u trondit sot nga një përplasje e ashpër mes dy banorëve, konkretisht Gjestit dhe Laertit, e cila pothuajse u kthye në një incident fizik. Situata u tensionua deri në atë pikë sa Gjesti i drejtoi Laertit kërcënimin, t'i thyej dhëmbët, duke alarmuar të gjithë banorët e tjerë për shkak të agresivitetit të papritur. Konflikti filloi nga një situatë në dukje e zakonshme. Gjesti ishte duke bërtitur me zë të lartë në shtëpi, duke shqetësuar qetësinë e banorëve të tjerë. Mes atyre që u shqetësuan më së shumti ishte edhe Laerti, i cili në atë moment ishte shtrirë dhe po përpiqej të pushonte. Laerti i kërkoi disa herë Gjestit që të mbante qetësi, pasi donte të flinte pak gjumë, por duket se kërkesat e tij ranë në vesh të shurdhër. Gjesti jo vetëm që nuk e uli zërin, por vazhdoi të bërtiste më shumë, duke injoruar plotësisht shqetësimin e Laertit. I irrituar nga kjo sjellje e vazhdueshme, Laerti reagoi duke prekur një pikë të ndjeshme. Duket që të ka mësuar mamaja të bërtasësh kështu. Ky ishte komenti i cili Laerti bëri për Gjestin. Ky koment personal shkaktoi një reagim të menjëhershëm dhe jashtëzakonisht të ashpër nga ana e Gjestit. I prekur nga komenti për nënën e tij, Gjesti komentoi dhe ju vërsul verbalisht Laertit me fjalë kërcënuese, duke i thënë: "Ti thyej dhëmbët." Tensioni arriti kulmin në momente dhe nga situata rrezikonte të eskalonte në përleshje fizike. Fatmirësisht, banorët e tjerë ndërhyn menjëherë duke i ndarë dhe duke parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë, atmosfera në shtëpi mbeti tejet e tensionuar pas këtij incidenti. Kjo përplasje pritet të jetë një nga temat kryesore në diskutimin në prajmin e radhës së Big Brother, ku me siguri moderatorët dhe opinionistët do të analizojnë sjelljen e të dy banorëve dhe pasojat që mund të ketë ky incident në rrugtimin e tyre në këtë lojë. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like edhe subscribe.